shojmë tani. Për shembull, tani ka arritur që në Partinë Demokratike ndolën disa kandidatë që donin të sfidonin doktorin, por nuk lejoi garë. Dhe ka shparur një gallë tjetër që është shumë qesharake fevzo. Gara për si tip referendumi. A e doni Sali Berishën apo jo? Dhe për të parë, këtu ne kemi një lloj rikonfirmimi. Një njeri i vetëm, tani, ti pranoj Salianin le të futet në garë. Aq më tepër që Saliani nuk e rrezikonte këtë, dhe unë dhe ti e dim apo jo. Nuk ka rëndësi të hymë në emra konkret, unë mendoj që... Po këta u futën. Një minutë, gara duhet ishte me disa kandidat. Gari vetëm nuk ka shumë sens. Demokraci nuk ka sens. Por, kjo është një zgjedhje e tyre, dhe më thënë, unë isha që të konkurojnë sa më shumë njerëz. Unë kam pasur gjithmonë këtë bindje, kam pasur bindje edhe më herët, që në Partinë Demokratike, konkurenca dhe gara reale, i bën mirë partisë, nuk e dobëson. Këtë e kam bindje dhe kam bindje për çdo parti. Po, sigurisht. Po tjetër, gara e fuqizon. Sigurisht. Unë kam pasur një ide që në vitin 2020. Me gjithë traumat që kam marrë, gara... Jo, gara nuk ka trauma. Do t'i bënde mirë. Jo, gara do t'i bënde mirë. Gara bën vetëm mirë. Por ndërkohë tani, Fevzi, jemi në vitin 2026, tani. Dhe doktori do të rikonfirmohet për një mandat 4 vjeçar. Pra deri në vitin 2030. Shkon doktori. Vedet edhe, sa vete? S'ka rëndësi. Gjatë vedet. Për një mandat 4 vjeçar në parti dhe do të jetë kandidat për kryeministër në vitin 2029. Po. Do me thënë në vitin 2029 doktori të bëhet prapë kryeministër. Këtë nuk e dim. Ja si vuridor në i që... Jo, këtë nuk e dim. Këtë nuk e dim. A i do kove? Ja, po tjetë aty. Jo, sepse... S'ka burë nënë e tjetër të vi. Unë mendoj që Berisha mund të ruaj, edhe kam thënë shumë herë dhe këti, rolin e liderit historik dhe të bërë një kandidatur tjetër për kryeministër. Dhe... Këtë të morë një natë të vetëm, po që më duhet mua i natë, nuk të mendim... Dhe të shkrojtën që Fevziu... Dhe për këtë, unë mendoj që duhet garë. Jo të caktohet njeri, po të bëhet garë kusht tjetër. Nuk mendoj që Berisha në 2030... Të kandidatët që kishte Saliu, pse nuk i vot që ti shikoj dhe njerë Fevziu se i aron dhe kërët? Berisha, dhe me thënë me Salianin, me Remen, Selën dhe Alesja Balliun. Jo vetëm me Salianin, dhe me thënë ishin disa kandidatë. Se po ju zuri gjumi që tani, dhe me thënë nuk do të thotë që ne do të vazhdojmë emisionin, se është emisioni gjatë. Kush është zonja e do vi këtu. Kjo është Mereme. Kush? Mereme Sela. Mereme është doktoresh. Shiko, kjo është partia me më shumë doktorë në gjithë botën. Flamuri doktor, Tritani doktor, Mereme doktoresh, doktori doktor. Çfarë doktoresh është zonja? Doktoresh, Goxha doktoresh, më ka punu me doktorin. E arova, unë tani, po Goxha doktoresh tonë. Është Mereme është doktoresha. Po nuk po konkuron për drejtore spitali. Po konkuron për Partinë Demokratike dhe ajo është shikon që... Shiko, këtu kështu konkurohet, më e. Për shembull mund të ndodhë në një ditë që dhe vjerës time t'i vejmë mendja për Presidentin e Republikës. Jo, unë po kam një pyetje, po duat më japësh një përgjigje sinqert. E çmendura në, ç'do thoshte në këtë rast? Jo, ma jo do vinte me dru, do vinte në çdo zyrë dhe do thoshte dilni jashtë se këtu jam unë. Dhe dhe mbante gjitha detyra, si që kamo, një njeri... E mbanë mund të çmendurën në, se ka sakoj që nuk po vjen për dalë për Tiranë. Unë për Tiranë. Pra, ajo do të shkonte çmendurën në, do t'i kapte gjithë zyrat... Po të garantoj një gjë që çmendurën në po të vinte nga viti 2004-2005 që e ke lënë ti, në Shqipërinë 2025-2026. Do të veroj fare. Do të veroj. Se për shembull në kryeministria e mund dhe kur doj se e drama nuk e gjen dot aty. Mitingje dhe doktorit i bën dhe ajo, i mbledh aq vetat. Ti kujton se çmendurën nuk i mbledh aq. Ky i vetë Bajramit aty, i thot dil Bajrami jashtë, do dalë dhe Bajrami e gjitha jaku i ke dhe këta të që i nëzori. Pashe. Regjia pra... Kështu që ti bën mirë ta kthesh të çmendurën në prapë në... Mund ta kthesh me video tani. Thuaj që mund ta kthejmë prapë. Patjetër. Me video. Me video, po me video duhet vërtet një... Me inteligjencë artificiale. Shkon këtë duhesh. Patjetër. Po mos nuk na lën këto. Jo, patjetër të lën. Ti mjafton ti japësh tekstin dhe çmendurën në... Na lën këto që bëjnë këto më... Mund të ketë një sukses shumë mund të ketë shumë sukses Shqipëri. Tani Fevzo kalojmë pak te qeveria. Po. E zhytur, si që thonë, sot opozita në shumë skandale. Po. Si e spjegoni tani që qëndrën këmbë dhe duket e pasfiduar nga asnjë forcë politike? Apo ky shfati Ramës, thua ti tani? Unë mendoj që e para një nuk mendoj tamam që është shumë komode, sepse nuk është komode. Shqetësimi, frika, nuk e di e takon këtë Partisë Socialiste, një pjesë tyre edhe nga fakti që nuk kuptojnë se çfarë mendon Rama,
Se është një parti që përpara ka pasur... Ja, ja u thot aty, në mbledhje edhe emërimet dhe... Dhe me gjë, ajo ka qenë një parti që mirë ose keq, ju e keni njohur, ka pasur 10-15 personalitete. Je dakord apo jo? Po, pin kafe. Ndjeri Servet Plumbi që i kubën kishte një balans, edhe Meta kishte një balans, edhe Majko kishte një balans, Dokle kishte një balans, Meregjep Mejdani kishte një balans. Domethënë, ka qenë një parti, edhe Arben Malaj në fundit, apo Anastas Angjeli kishin një personalitet. Pra ti shkoje dhe kuptoje. Ti sot ke mbritur një parti ku askush nuk e di çfarë po ndodh. Ja tani këta këtu. Dhe nuk janë të sigurt tani sa njefti nga këta këtu. Keni vënë qeveri të vjetër. Regjia keni vënë qeveri të vjetër. Ta i ka marrë spaku, i ka marrë spaku gjysmën. Se kur themi këtu qeveria e Edi Ramës, ju mund të vini mos ai ka 15 vjet në pushtet dhe mund të vini fotografi, sa do doni, po kjo është fotografi e vjetër. E reja është po e prishi spaku. E reja është kjo, qeveria e re, e shtatorit, po e prishi spaku. E prishi, po tani qeveria e re duhet vënë, kjo që kemi. Po s'kan dalë fotografi. E janë shumë, nuk kanë dalë thua? S'pas kanë fajtë. Jo, sepse ata kanë marrë dekretet e presidentit gjithë bashkë dhe kjo është fotoja e fundit, mos i bjerë në qafë stafit. I shef që kanë dekretet në dorë. Atëre, kjo duhet bërë ata që janë tani me inteligencë artificiale. Jo, ka një foto të Enver Hoxhës me ish krerët e ushtrisë që në vend të tyre i kanë vënë kokat me rreth, kështu që ti mund të vije me rreth këta që kanë ngrënë spaku nga kjo qeveri. Ti kokat i kështë zënë me rreth dhe vinit kokën e të riut që ka ardhur aty. Se kanë ardhur të rinjë. Jo, po nuk kanë fotografi. S'kan fotografi të rinjë të dhe, nuk ka faj staf. Nuk kanë foto? Ja, s'kan. Po që janë këta të rinjë të rinjë se dhe të... Ministra. Po, është një farë mënqurije kjo që sa të jo mësojmë në emrin, baron le... Po, baron i ka zëvënsuar e. I zënson me të rinjë të tjerë, baron, në? I ke këtë se kjo është... është strategji... Mos e vini më se... Strategji politike shumë efikase. Vërt pa njohur, sa të njihen ata, s'ka ko publiku t'i përflasë. Do me thënë të vjetë duhet të këshit bërë, të këshit ripunuar o zhang këtë. Ripunim në studio të këshit bërë. Tani, Zoti Rama, Zoti Fevzi, po përpiqet luaj shumë me kartë në integrimit. Ke vënë reti? Po. Evropian si e vetë me fabull që i mbetet qeveris ti. Pra, si një mision që duhet kryer dhe kështu kërkon vota. Po. Dhe këto vota meren dhe me integrimin. Unë sot pash një gjë, ka 2 ditë që shoh që Malizi është konfirmuar që në 2028 do jetë antar i Bashkimit Evropian, që ka plotësuar të gjitha, është në 4 pikat e fundit, mund të shihni edhe në Instagramin e Komisionit Evropian dje. Është një përshëndetje e madhe për Malizi. Tani kur Malizi ka hyrë para nesh, Zoti Ylli e ban mend kur e ka shpallur pavarësinë Malizi kur është bërë shtet? Në vitin 2006, 20 vjet përpara. Ju e dini që 30 vjet ka qenë shteti më kontrabandist i Europës. Edhe është pak. Nuk e di, është, po ka qenë. Tani një shtet që 30 vjet është marrë me kontraband cigaresh dhe ky ishte aktiviteti kryesor, që ka shpallur pavarësinë në 20 vitet e fundit, para 20 vjetësh, dhe të futet para nesh. Po çfarë na mbetet ne që jemi 114 vjet shtet? Se integrimi një ditë do vi.